në një mbledhje të tensionuar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë vazhduan të shkëmbejnë akuza dhe shqetësime për situatën politike dhe sigurinë në Kosovë. Ministrja e Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, theksoi se Serbia vazhdon të përpiqet të destabilizojë demokracinë e Kosovës, duke akuzuar atë për sjellje destruktive që minojnë përpjekjet për paqe dhe stabilitet. Ajo i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të qëndrojë vigjilent ndaj aktiviteteve destabilizuese të Serbisë. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ngriti shqetësimin se gjendja e serbëve në Kosovë po përkeqësohet dhe se ata po vojnë pasojat e një politike diskriminuese të autoriteteve të Kosovës. Ai kërkoi një reagim më të fuqishëm nga komuniteti ndërkombëtar për të mbrojtur të drejtat e serbëve të Kosovës. Përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara, John Kelly, gjatë fjalës së tij u fokusua te nevoja për uljen e tensioneve dhe për krijimin e kushteve për një marrëveshje të qëndrueshme mes dy shteteve. Ai theksoi se normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë është një nga shtyllat kyçe për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor, duke shtuar se ky proces do të kontribuonte në një klimë më të begatë për zhvillimin ekonomik dhe forcimin e paqes. Në reagimet ndërkombëtare, përfaqësuesi i Rusisë akuzoi autoritetet e Kosovës për vazhdimin e politikës së dëbimit të serbëve nga territori kosovar dhe shprehu shqetësim për dështimin e ndërmjetësimit të Bashkimit Evropian në dialog. Ai gjithashtu shprehu një shqetësim të madh për marrëveshjen e mbrojtjes mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, duke e konsideruar këtë zhvillim si një kërcënim për stabilitetin rajonal. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian bëri thirrje për vazhdimin e implementimit të marrëveshjes së vitit 2023 si një hap i rëndësishëm për përmirësimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe për arritjen e normalizimit të plotë të tyre. Ai e theksoi nevojën për veprime konkrete nga të dyja palët për të implementuar marrëveshjet e arritura. Përfaqësuesi i Mbretërisë së Bashkuar theksoi se vendi i tij mbetet një mik i përkushtuar i Kosovës, duke mbështetur aspiratat e saj euro-atlantike. Ai gjithashtu mirëpriti njohjen e Kosovës nga Kenia dhe inkurajoi shtetet që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës të bëjnë një hap të tillë. Në fund, Kina shprehu shqetësimin për mbylljen e institucioneve serbe nga autoritetet e Kosovës dhe për rritjen e tensioneve në veri të Kosovës, duke kërkuar më shumë angazhim nga pala kosovare për të ulur tensionet dhe për të krijuar kushte më të mira për serbët në Kosovë.